që dhe shpresoj që jeni mirë këtë, edhe jena kthy për një vetëri me video të reja. Pikspori urime kejve 2025 edhe shpresoj që ky vit ka më konë super edhe për juve edhe për mua. Edhe si shpejt vazhdojmë më falendru në Skofën për sponsorizimin e kësaj video. Faleminderit edhe që na kanë qu 1 milion kohë. Edhe nësa shumë e du kofën, kështu që ka pas kuptim. Ka kuptim. E di që 2024 ta nuk u konë viti jam për YouTube, edhe e di që e kum lo pak konash. Po si vjet, edhe nuk po du veç kështu me fol, po serios, po du mu kthy në atë zakonin ku kum bo video për qef, se serios, content creation edhe krijimi i videove knaq, përmbush. Edhe për çfarë dosha me bo qëtë video? Për mi bo do resolution, domethënë do coke për 2025. Edhe pse na si njerëz nuk do të mi pas shumë expectations në doja. Kështu që, a do pëqo. Shkojmë. Para se më fillu me qëllime të reja, do të më këshur a kena përmbush vjetë, vitit 2024. 2024 ta ku një vetë me shumë gjohë. 2024 e kom plotsu një ndër ondra që e kom pas gjithë, dhe ajo konë me studiu jashtë. Edhe pse u konë vish për një 4 javë, me për pak të më nëmrohet. Vitin e kalum ka ra gogja shumë me udhtu. Kesh një tali për studime, jam konë të Lisa në Gjermani me vizitu. Okej, gogja shumë pas na bo. Ama e kom pas në bucket list. Ama ta është koha me settle in, 2025. Let's lock in. Okej, po fillojmë me qëllimin e parë, i cili është mikroprodhimet. Po, dhe mikroprodhimet. Albane jam këtë pjesë, si e vishte. Edhe me diplomu. Me diplomu tash. Po, edhe me diplomu, po kryesore është mikroprodhime. Okej. Sta në diploma. Kena një 6 muaj. Me kry 3 muaj tim në diplomës. Në Shqipe. Kryesore është 2025 mos me pas më punë, as me prodhime, as me kërgjë. Esenca është që vesh po du më konë më aktiv, si në aspektin e kreativitetit, aspektin studentor ose mësimor, në aspektin profesional, unë e du më provu sa në të reja. E qiti jetën jashtë comfort zonës, jashtë zonës ratisa. Për gjallar që se din, unë bëj pjesë me një familje ku kemi biznes familjar, e kemi restorantin tonë shoqa në Zglan, kemi taksi shoqa, po edhe pompën e benzinit shoqa. Edhe 6 vitet e fundit, unë jam përfshi në biznes, kom normal kom punu se kom mujt, po shkak se jam konë shumë i angazhuar me fakultetin, nuk jam konë bash all in në biznes. Po që të vjetë që kam ndru, se ja kom bo qëllim vetit që 2025 pavarësisht ai kry provimet, as i kry provimet, kam i hi all in biznes. Me ndihmu, me zhvillu biznesin, hala ma shumë. Apo be? Po, bro, i madhe. Po du më kallëtu një histori shumë shpejt. Vitin e kalum, një shok më ka bo një dheratë, a do konë që libri. Edhe fatkeqësisht, alo për vit kalum nuk e kom përfundu. Ty me marrëm vjen me kallëtu këtë fakt, do më qka që keq ka orë që kjo punë, për arsye se që 6 vjetet e fundit që jam në fakultet, kom lexu veç librat mjekësisë, veç librat që më ka dashur me lexu për me mësu, se më ka dashur si punë, si patjetër me bë diçka. Edhe si proces leximi më ka bë të losëm. Çfarë asë qëllim dashna me bë që me kthy procesin e leximit në aktivitet, se leximi është aktiviteti më i mirë që mund të bëj trunit tënd. Nuk po du m'ja bo me numra vete se sa libra kam lexuar në muaj, sa libra kam lexuar në vet, po du me shku një mas njëve. Se njëre vinis ka pak, tani janë nis me lexu më shumë. Kështu që as ju mos e bëni presion vetës, kështu që ju ngraj edhe juve me janë nis me lexu nëse nuk lexoni. E une po e filloj me qit librin. Pashtu e din që thonë se me një shnosh, trupin e shnosh. Kështu që për me mojt trupin shnosh, do të më konë konsistent në fitness. Edhe pse vitin 2024 kom shku në fitness, po nuk jam konë konsistent. Kështu që prapë këtë vit kena me vazhdu, kena me bo qëllim me shku 4 herë njoftë. Që ta shtu edhe? Apo Elis, se edhe Elisa që të 4 herë njoftë kena me shku.
Porque si fëmijë, gjenerata jonë, po folë edhe për veti më shumë, jena kun të ekspozuar shumë pi natyrës. Kena pas as rrjetet sociale s'kan ekzistu, as telefona, bile voni kena marrë telefonat, po tash ka ndodhur e kundërta, që na këtë botën jena të po përmes një ekrani. Edhe nuk jena tu e jetu në botën reale, po në botën virtuale. Edhe si qëllim në vitin 2025, nashta do duket pak cringe, po du mu bo një me natyrën. Edhe jo bash një me natyrën, po mu kthy në rrojtet tona pak më shumë, me dal me hes natyrë, me dal në mal, se ka shumë benefite. Liz, të a ki qëllim me u bu një me natyrën? Veç emri jam është Liz. Jam një me natyrën. Liza Vilinjës është një me natyrën. Ta mirë, këtyre. Ama jo. Kena mu gjyt me borë tani. Kena mu gjyt me borë, edhe nashta s'po them çdo vikend, po kena bo një qëllim që vikendeve me orë natyrë me Mi shiju pak bukurin natyrore. Qashtu. E nisim ka pak a pak. Ka pak a pak. Sa një ndër faktorët depresionit është mungesa e natyrës. Nuk marrim as vitaminat mjaftueshme, sidomos vitaminën D, që është një ndër komponentat kryesor për muni mirë, nuk i marrim se nuk i ekspozohemi diellit. Atë nuk i ekspozohemi natyrës, harit pastër. Jena bo qëllim, paktën unë kam e bo qëllim, që me ul screen time-in, me rrit nature time-in. Jej. Doj gati topa dhe vëtë. Ej, po ka bënë në gjyta? Jam të dhe po gati. Wow! Wow! Hajde, e gati. Yes. Ja. Dhe, 3. Hajde më gjujo. As një së në troka. Se një. Drejte. Ty. Hajde, gjujo. Oj, bëdall. Se më ftyrë më roke. Se më shkri gati. E po që të keni sa qëllimit një për 2025-ën, komentoni më poshtë edhe për qëllimit juve nëse keni një për 2025-ën, edhe ka mesi vitit ose ka fundi vitit, kthehemi te kjo video me këshyrë tani ai kena përmbush qëllimet tona që kena bërë në fillim vitit. Kështu që komentoni më poshtë qëllimet e juve. Edhe sëras e kam kur po them që pa kofës kisha mujt me shu asnjë ditë. Do mos kur po rri në shtëpi edhe nuk po kam ku më dalë me pi Nespresso, po marrni Nescafe të rënë një strong. Moni me gjet në çdo market, edhe pse mos më provu, shkoni provoni se për një me avlin, edhe shine kanë shumë mirë. Kështu që po fillojmë vitin bora. Let's go.